Miq të nderuar të Pik Podcast në ora 24.tv dhe almakos.com, jemi në një Pik Podcast pak më ndryshe kësaj radhe. Kam nderin që në këtë emision të flas me përfaqësues politik, si gjithmonë, por jo kësaj radhe nga Maqedonia, por nga Republika e Shqipërisë, dhe kam nderin që të kem Adriatik Lapajn dhe Panajot Sokon, pra përfaqësues të koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, dhe kuptohet që këtu është edhe Endri Shavani, mirë po kësaj radhe do të na ndjek nga jashtë. Adriatik, përshëndetje dhe mirë se erdhët në ora 24. Mirë se të gjeta, urime suksese për iniciativën tuaj. Faleminderit Panajot, mirë se erdhët. Mirë se të gjeta dhe urime gjithashtu. Sot jeni në Shkup, do të takoni Rinin. Shpesh keni ardhur në Shkup, paktën Adriatikun e kam takuar më shpesh në Shkup. Si e sheh Shkupin? Ne sot jemi në një cikël takimesh në Shkup, sepse e kemi si detyrë morale në radhë të parë për të ndërvepruar me shqiptarët në të gjithë rajonin. Ne ndjejmë që në këto vite tranzicioni në Shqipëri ka pas një mungesë të koordinimit me popullsinë shqiptare në rajon përtej politikës konsumatore të ditës. Pra, ne nuk vim këtu për votë ose për një fushat apo për një ceremoni të madhe e cila lidhet me një datë historike, por vim këtu dhe në një ditë e cila është krejt e zakonshme për të folur me të rinjt apo për të takuar personalitete të shqiptarëve në këtë pjesë të territorëve ku jetojnë shqiptarët, dhe për ne është shumë e rëndësishme që të fillojmë ta krijojmë si model. Pra të krijojmë modelin e ndërveprimit të shqiptarëve kudo ata jetojnë në rajon. Disa herë me Adriatikun, një dy jemi takuar shumë rastisht, një herë pim një kafe shkurt dhe i di disa ide ose disa qëllime konkrete që i ka rreth shqiptarëve në rajon. Si e shihni ju çështjen shqiptare në rajon, tani kur flasim për rajonin, jo vetëm për Kosovën që më veç ka një shtet të saj, por edhe shqiptarët në Malzi, në Preshев, në Maqedoni dhe kështu me radhë. Shiko, unë jam ekonomist në profesion dhe natyrisht që gjithë le të themi spektri i vëzhgimit tim dhe hulumtimet e mia janë kryesisht në lidhje me faktin se si ne mund të potencojmë të gjithë të kapacitet të jashtëzakonshëm që kanë sot shqiptarët në rajon për të pse jo për të qenë lokomotiva e munguar e rajonit. Shiko, ne jemi popullsi jashtëzakonisht shumë aktive kur vjen puna për le të themi kapacitetin ekonomik që kemi, një treg i mirë, goxha i konsiderueshëm, pra nëse ne konsiderojmë të gjithë faktorin shqiptar në Ballkan, ata që është rezident të paktën sot flasim, diskutohet diku te rreth 5 milion, kështu që është një treg goxha kompetitiv, kur vjen puna edhe Serbia që është tregu më i madh në rajon, monolit po flasim, është pothuajse në atë rang, kështu që ne do të mund të realizonim një premis shumë të mirë ekonomike nëse do të arrijmë të fuziononim së bashku ekonomitë përkatëse. Pra, fuzioni ekonomik çfarë do të thotë? Do të thotë që si hallkat e një ingranazhi që zën vend tek njëra tjetra dhe rrotullohen së bashku, kështu dhe ekonomitë tona, dhe nuk po flas vetëm për ekonominë e Shqipërisë dhe Kosovës, por edhe ekonominë e shqiptarëve të Maqedonisë apo shqiptarëve të Malizit, si këto hallkat të zënë vend tek njëra tjetra dhe të fuzionojmë duke përshtatur nevojat përkatëse me kapacitetet përkatëse. Qa mungon në Shqipëri e prodhojmë në Kosovë, qa s'prodhojmë në Kosovë e prodhojmë shqiptarët e Maqedonisë, qa jo mungon shqiptarët e Maqedonisë, ja jep shqiptarët e Shqipërisë. Pra, e gjitha kjo çfarë do të bënte? Do të rriste eficiencën e përdorim kapaciteteve tona ekonomike. Do të na bënte ne më të pavarur, do të na bënte shumë efektiv dhe do të krijonte premisat që ne të ndërtonim atë lokomotivën ekonomike që me merit do duhet ta ndërtojmë në këtë vend. Këndvështrimi ekonomik mendoj që është edhe shtylla kryesore, po kemi biseduar pak edhe me Adriatikun rreth asaj se si duhet të bashkëpunojnë shqiptarët brenda Shqipërisë, por edhe jashtë kufive. Megjithatë, dua ta marrin nga një bindje tuaj se si shihen shqiptarët konkretisht edhe të Maqedonisë nga politikanët aktual në Shqipëri që kanë pushtet, qoftë nga Partia Socialiste ose nga kryeministri Rama, i cili aktualisht po udhëheq me Shqipërinë një kohë më gjatë, por edhe nga ato që kanë qenë para tij, zoti Berisha, Basha kështu me. Shiko, unë do flas si do flisja në Tiranë, se konsideroj veten në shtëpi këtu në Shkup. Absolutisht, vetëm se flasim për një segment të çështjes. Ndaj vi her pas here, thuaj se çdo vit, sepse besoj fort tek këto themele që duhet i ndërtojmë ndryshe për vazhdimin. Unë bëj me faj
të maf Tiranën zyrtare, pavarësisht kush e ka qeverisur, për mënyrën se si janë vendosur raportet me shqiptarët në rajon. Përse e them këtë? Pra, unë vetë fajsoj atë pjesë ku jetojnë shqiptarët në Shqipëri, politikën aty për një arsye shumë të thjeshtë. Ne nuk mund t'i përdorim shqiptarët në rajon si kapacitet negocius për Shqipëri. Jo. Pra, nuk mundet Shqipëria të kthehet në një faktor që i trajton shqiptarët në rajon si mundësi për të negociuar me të tretët duke përdorur shqiptarët e rajonit. Jo. Ne duhet i trajtojmë shqiptarët e rajonit eksaktësisht siç trajtojmë shqiptarët e Tiranës. Soi. Dhe duhet të ndërtojmë një qasje e cila unë e them gjithmonë. Nuk duhet jetë një qasje e më të madhit ndaj më të voglit. Jo. Ne nuk duhet ta trajtojmë si një qasje ku Shqipëria është vendi am dhe gjithë pjesët e tjera janë ata shqiptarët që nuk kanë pasur fatin të jetojnë në vendin am. Ne duhet ta trajtojmë si një tërësi unike ku shqiptarët kanë dinjitet të njëjtë në çdo cep të trevave ku ata jetojnë dhe për këtë arsye ne duhet investojmë i fuqishëm për të rritur kapacitetet ekonomike, kulturore, politike të shqiptarëve kudo jetojnë. Dhe edhe vizita jonë këtu, modeste, është në funksion të kësaj. Unë mendoj që Tirana, në këto vitet gjata të tranzicionit, ka harruar që shqiptarët në rajon duhet të kenë mbështetjen totale të vendit i cili është vendi që gjithë shqiptarët kudo janë e kanë ndërruar në një mënyrë ose një tjetër e për cilin kanë punuar. Kjo është pak a shumë qasja që unë dhe besimi që unë kam për pyetjen tuaj. Ne si media dhe si gazetar tashmë i dim qëndrimet që janë shqiptarëve, qoftë shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë gjithmonë, plas kufive natyror, kufive administrativ. Dua të them si ju nga komunikimet që keni pasur, me siguri tani nuk është kjo era parë që vini në Shkup ose në Maqedoninë e Veriut ose edhe në vende të tjera. Çfarë kërkojnë më shumë shqiptarët nga Shqipëria? Shqiptarët nga Shqipëria kërkojnë të konsiderohen si shqiptar. Kjo është ajo. Duke vazhduar aty ku Tiku e la, nëse Tiku e përmendi pak me gjumë më, unë do doja të isha më i sinqert. Ne i përdorim shqiptarët, kastat politike në Shqipëri, në Tiranë, i kanë përdorur shqiptarët si gurshau. Pra, për interesat e tyre personal, politik, qoftë Sali Berishës apo të Edi Ramës, shqiptarët nëpërmjet liderëve politik të shqiptarëve aty janë kthyer në mjet negocimi për të siguruar sa më shumë pushtet politik liderat ata në Shqipëri. Kjo duhet mbaroj. Kjo është ajo që duhet mbaroj. Në fakt, politika e Tiranës duhet të jetë ashtu siç kushtetuta e përcakton. Pra që kujdeset për çdo shqiptar kudo që jeton në këtë glob, edhe në Siberi. Ky është detyrim kushtetues që ne kemi, të cilin nuk e kemi marrë parasysh. Pse? Sepse për interesat personal, të pushtetit personal të njëjtë dhe të tjetrit, janë përdorur shqiptarët, është shkelur kushtetuta dhe kjo është bërë në vedije të plot dhe është bërë në dritë diellit dhe natyrisht ne besojmë se kjo gjë do të marrë fund. Pse? Vërtet dikush lider politik ka përfituar diçka nga kjo gjë. Pra nuk e kanë bërë kot, kanë përfituar personalisht ata vetë. Ata që kanë humbur janë shqiptarët. Dhe nuk janë vetëm shqiptarët jashtë trojeve, po edhe ata brenda trojeve. Sepse ky lider politik në vetvete autoritetin e tij dhe autokracinë e tij e ka ushtruar tek ata shqiptarët që janë brenda troje. Pra këtë pushtet që fiton nëpërmjet përdorimit të këtyre hallkave, në fakt pësuesit e këtij pushteti janë ata shqiptarë që janë brenda trojeve. Kështu që këtë duhet kuptojmë ne. Në qoftë se do të ndërtojmë një politikë gjithëpërfshirëse ku çdo shqiptar në gjithë anëkën të globit trajtohet siç e përcakton Republika siç e përcakton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, natyrisht që aty nuk ka më vend për përfitim politik. E duhet një klasë e përgjithshme që të vita dhe ta kuptojë këtë dhe ta zbatojë këtë. Kur bëhet fjalë për takime mes liderëve shqiptar, po e quaj kështu ose përfaqësuesish politik, të Maqedonisë me të Kosovës, të Maqedonisë me të Shqipërisë dhe anasjelltas, menjëherë krijohet një mit ose krijohet një bindje tek fqinjet tjerë ose tek bashkëqytetarët tjerë, për shembull në Maqedoni tek qytetarët Maqedonas, në Serbinë ose në Malzi, ndryshe e kështu me radhë. Si duhet t'ua shpjegojmë këtyre se çdo bashkëpunim i mirëfillt mes shqiptarëve, pavarësisht në cilët kufi administrativ jetojnë, nuk është i dëmshëm për asnjërin në rrethin.
Nuk është i dëmshëm. Dua ta japim një mesazh tek ato që të paktën nuk është i dëmshëm. Tu a hedhim poshtë ato teoritë të cilat besoj që janë të dëmshme për vetë popujt e tyre. Meqense ne sot jemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku një pjesë e madhe e popullsisë i përket etnisë tonë, dhe nuk është thjesht një pakicë, është një popullsi shtetformuese. Në këtë drejtim, ky mesazh imi shkon drejt për këtë popullsi. Unë nuk po hapem rajon, po fokusohem këtu. Shqiptarët, kudo jetojnë në Ballkan, janë garancia më e madhe për shtetin e Maqedonisë së Veriut. Pse e them këtë? Ne kemi të drejtën të kujdesemi për popullsinë tonë këtu, po nga ana tjetër kemi dhe detyrën që pjesën tjetër të kësaj popullsie, që nuk i përket etnisë tonë, të mos e trajtojmë si konflikt mes dy etnive, po ne duhet jemi largpamës dhe ne duhet të vendosim marrëdhënie bashkëpunimi dhe ta orientojmë atë pjesë të Maqedonisë së Veriut që nuk i përket etnisë shqiptare që rruga e dur dhe garancia më e madhe e sigurisë së tyre dhe ekonomisë së tyre dhe prosperitetit të tyre është ka perëndimi i tyre, që do të thotë ka Shqipëria, nga deti Adriatik, nga deti Jon, nga këto territore nga e cila nuk u ka ardhur kurrë e keqe. Për këtë arsye, unë e them me bindje, ne duhet punojmë fort që të krijojmë të gjitha kushtet që popullsia e Maqedonisë së Veriut, që nuk i përket etnisë shqiptare, në një bashkëpunim eventual të shqiptarëve në rajon për të krijuar atë treg të madh që tha Pano, duhet ta përfshijë edhe këtë pjesë tjetër, duke e trajtuar si një popullsi mike me të cilin shqiptarët bashkëjetojnë, dhe këtë nuk e them për të dukur bukur, po e them sepse kështu duhet të jetë. Po të marrësh të gjithë rajonin, etnia që më së paku i cënon, apo që është garancia më e madhe për shtetasit e Maqedonisë së Veriut që nuk i përkasin etnisë shqiptare, janë shqiptarët. Absolutisht unë e kam bindje këtë, dhe ne duhet punojmë në këtë drejtim për të vendosur marrëdhënie shumë më të forta, shumë më ndërvepruese dhe për t'i tërhequr gjithmonë drejt, si më thënë, perëndimit detit Adriatik, bregdetit ton, zhvillimit përbashkët edhe përpara. Arsyeja pse është ajo bindje tek qytetarët tjerë jo shqiptar në Maqedoni dihet tani pak është edhe ndikimi i shteteve tjera, një për shembull i Serbisë, edhe kështu me radhë, dhe prandaj ja mund të Panos drejtohen, por mund të jepni kombinojnë të dy përgjigjet. Ku kemi gabuar ne si shqiptar ose edhe shteti shqiptar që e kemi lejuar që të vazhdoj të zgjerohet ajo bindje dhe mos ta dëshmojmë të kundërtën, ose a kemi ndonjë farë lloj përgjegjësie? Si parim jam natyrë që nuk dua gjithmonë fajin ta gjej tek tjerët, do të nisem prej të vetja, prandaj po them ne si shqiptarë kemi fajin këtë drejtim. Shikon, ne kemi qenë pësues për gjatë gjithë kohës. Natyrisht dorën e shtrirë kemi pasur gjithmonë. Të jemi të sinqertë, ne jemi popull që s'kemi pushtuar asnjëherë në Ballkan. As kemi sulmuar. Prandaj po them ku është faji jon këtë rast. Pra, ideja është që ne kemi qenë gjithmonë një popull paqëdashës. Kemi luftuar për lirinë tonë. Po, biles ne kemi luftuar. Kemi pësuar në të kohës. Kemi pësuar. Për të fituar të drejtat, liri, pavarësi. Pra ne kemi luftuar për të fituar diçka që na e kanë marrë të tjerët. Asnjëherë nuk kemi qenë uzurpator. Dhe me krenari them që ne kemi qenë populli më paqëdashës ndoshta në Europë. Nuk shikoj histori tjetër si populli shqiptar. Merri të gjitha, le të themi, perandoritë europiane apo fiset europiane, pra markat europiane të popullsisë, demografisë europiane. Kanë qenë të gjithë popull uzurpator. Duke filluar që nga perëndimi, që nga portugezët e deri në blindjet e rusët e në Urale, kurdo që shkon Europa. Të vetmin kemi qenë ne, që nuk kemi qenë ndonjëherë uzurpator. E kjo është garancia e parë e faktit që shqiptarët janë vetëm popull që prodhon paqe. Gjithmonë kanë qenë të prirur ka paqes. Natyrisht që për gjatë historisë, unë besoj se përdorimi politik i tezës nacionaliste fshehur në tise patriotizmi, ka qenë ai i cili ka krijuar këtë mosbesim, besoj unë. Shpeshherë është përdorur teza nacionaliste. Është përdorur për interesin personal. Pra jo për interes të kauzave të popullsisë. Aty edhe doja dalë supozoj që do marrë një periudhë se sa politikanët tonë nuk e kanë shfrytzuar këtë mundësi për t'ia ofruar gjitha mundësitë, domethënë Maqedonisë së Veriut si shtet i cili kufizohet vetëm në aspekt toksor me gjitha ato dhe nuk ka porte, nuk ka dete, ka shumë pak lumenj edhe kështu me radhë. Sa janë ofruar resurset e Shqipërisë shtetit Maqedonisë që të mund të bien në ujë gjithë këto teza të cilat ne po të marrësh me radhë, ne jemi vetëm fqinj që ja njohim
banorëve të Maqedonisë të dhënat e tyre. Gjitha. Ja njohim gjuhën, Identiteti. ja njohim identitetin, ja njohim fen, apo jo? Gjithçka, Shteti edhe parë nuk që kontestojmë asgjë. Dhe jemi Edhe shteti parë që e ka njohur. Pra të vetmit që ja njohin ato që e identifikojnë këtë shtet, jemi ne. Gjithë të tjerët vërdall, njëri si një kishën, njëri si një gjuhën, njëri si një etnin, apo e kam gabim? Etnitetin, po. Tani, duke qenë se ne jemi të vetmit që ja pranojmë, ndaj Dhe them kem- që edhe ne po e jemi përsërisim garancia. vazhdimisht. Ne jemi garancia. Ajo që mund të bëjmë më shumë, dhe unë e thash kur më pyetët pak më parë, është që ne duhet të bëhemi më të hapur sa i takon mundësive të bashkëpunimit ekonomik, që tha Pano. Po, unë jam mbështetës i fuqishëm që me Republikën e Kosovës, që është shteti i dytë i shqiptarëve në Ballkan, që janë vëllezërit motrat tona, ne duhet i krijojmë infrastrukturën e nevojshme në detet tona që të rrisin ekonominë e tyre. Se mos në pjesën e Po të njëjtën gjë. lagëve të veriut. Po të njëjtën gjë. Ne kemi mundësi dhe duhet ta bëjmë edhe me shtetin e Maqedonisë së Veriut. Pse? Sepse e bëjmë për shqiptarët tanë në funditës. Sepse Në këtu rast të parë. absolutisht. Në rast të parë. Dhe krijimi i ndërveprimit ekonomik thyen barrierat. Charles Kegli te Politikat Botërore është një libër i jashtëzakonshëm, e shpjegon eksaktësisht kështu nevojën e fqinjve që duan të thyejnë barrierat e tyre të ndërtojnë marrëdhënie të mira. Duhet të fillojnë të ndërveprojnë ekonomikisht gjithmonë e më shumë, sepse ndërveprimi ekonomik bën që popullsitë të ndërveprojnë. Kur popullsitë komunikojnë, kuptojnë që ishin ngritur disa mure dhe paragjykime që nuk ekzistonin realisht. Kuptojnë që ata që nuk na duan të mirën i kanë ndërtuar me qëllim këto teza. Nga ana tjetër, duke ndërvepruar dhe komunikuar ekonomikisht, lidhen interesat dhe bëhet shumë më i vështirë konflikti apo ndërhyrja e qëllimeve të këqija të palëve të treta. Për këtë arsye, unë e them me bindje. Maqedonia, pra Republika e Maqedonisë së Veriut, e ka rrugën e zhvillimit të saj në marrëdhënie me anën perëndimore të saj, e ka rrugën ka Adriatiku si det, ka deti jon nga Republika e Shqipërisë. Unë dhe shpresoj që të paktën ato premtimet që janë bërë që duket pa dashur ti lavdëroj, po duket që po realizohen. Korridori 8 po ndërtohet intensivisht dhe vazhdojnë të bëjnë edhe lidhjet me Hekurudha, jo vetëm me autostradë dhe kështu me radhë, dhe kjo të jetë hapi i parë i asaj që po e themi, pse mos të ofrohen edhe porte toksore në atë aspektin. Ka pas një ide në Lin të ofrohet një port i thatë, ashtu i thonë. Kemi thënë, Po, edhe kështu me radhë. Të paktën nga kjo pjesa më nga jam edhe unë nga Struga. Pastaj pjesët tjera i shem. Mos ta marr gjithkohon duke folur për ne këto, sepse me vërtet është nder që u kemi sot dhe të flasim për atë që ndodh në Shqipëri. Për më pak se një muaj, nëse s'gaboj, ose sa do të kemi zgjedhje atje. Pak më shumë se një muaj, do të kemi zgjedhje. Si qëndron situata atje, besoj që zgjedhjet do të jenë korrekte dhe demokratike, dhe pse mendoj që janë pak të rralla, mendoj të veçanta këtë vit, sepse nuk ka pasur kaq shumë kandidat, kaq shumë parti, kaq shumë subjekte që marrin pjesë, paktën serioze. Sa janë gjasat e nismës Shqipëria? Janë shumë të mëdha. Unë vjet kur kam qenë në Shkup, kemi qenë në fillim në proces në fakt të diskutimeve për votën e diasporës, për hapjen e sistemit zgjedhor. Dhe në atë periudhë mbaj mend që edhe këtu më thoshin që po si do t'i realizoni sepse votat nuk i keni në parlament. Unë sot kam lajmin e mirë që ja dolëm të shkruajmë një projekt ligj, ta çojmë në parlament, të mbledhim 21.000 firma qytetarësh, të ngrëm shqiptarët kudo jetojnë nëpër botë diasporën për ta kërkuar e për të shtruar presion, dhe në këto zgjedhje për herë të parë shqiptarët e diasporës do të votojnë. Janë regjistruar plot 245.000 votues në diasporë, të cilët do të votojnë për zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë, duket qartë që në skenën politike, subjekti që ne përfaqësojmë, koalicioni jonë, ka shenja të qarta që po dominon sa i takon aktivitetit dhe ritmit të aktiviteteve dhe është njahur shpresë në Republikën e Shqipërisë. Projekti jonë është i qartë, si fillim duhet ta çajmë sistemin, një sistem i marrpeng përmes procedurave ligjore, dhe pasi ta çajmë sistemin, pastaj ta shëmim atë dhe të sjellim një ndryshim të madh, i cili, më besoni për këtë, ka për të qenë i jashtëzakonshëm për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Sepse ne në programin ton, për herë të parë në 34 vite,
nuk e gjën dot një program politik në 34 vite që ka këto pika që ne kemi për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, për shqiptarët e Malizzi, për shqiptarët e Preshevës, për ato që ne konsiderojmë treva, sepse Kosova nuk e konsiderojmë më trev në gjykimin tonë. Për ne është shtet dhe ne duhet punojmë që ta forcojmë si shtet. Dhe ne kemi një program i cili në themel të tij ka një paketë ekonomike vjetore për 100 milion euro. Çdo me thënë. Ne do të krijojmë një njësi të posaçme në qeverinë e Republikës së Shqipërisë që do të kujdeset për investimet në trevat shqiptare, që lidhen me maternitete, shkolla fillore, qerdhe, kopshe 8 vjeçare ose 9 vjeçare si i keni ju këtu, qendra kulturore, qendra kujdesi social për të moshuarit të personave me aftësi të kufizuara, si dhe një paket të madh të financimit të bursave të studentëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut që duan të vinë në Shqipëri dhe mundësitë e mjekimit të këtyre banorëve, të këtyre trevave në spitalet tona. Paketa jon vjetore çdo vit është 100 milion euro, ndër të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të përfitojë një pjesë shumë të madhe sepse është dhe territori më i konsiderueshëm. Edhe që kufizohet vetë për Ne nuk e trajtojmë këtë si një lëmosh që do japim shqiptarëve në rajon, jo, e konsiderojmë këtë si një detyrim kushtetues, si një përmbushje të preambulës së kushtetutës që pano theksoi, ku Republika e Shqipërisë ka detyrim të kujdeset për popullsinë e vet kudo ajo jeton. Për këtë arsye kjo paket do të jetë një paket ekonomike që do të financojë rigjaurimin e jetës dhe shërbimeve bazë të shqiptarëve në rajon. Gjithmonë në bashkëpunim me shtetet respektive të vendeve përkatëse. Atëherë, qoftë këto shtete, për shembull Maqedonia e Veriut, Malizzi e tjera, do duhet në një farë mënyrë në formë pozitive t'i kundër përgjigjemi kësaj duke shfrytzuar çdo mundësi për të ardhur për të bërë turizëm në Shqipëri. Gjë e pak ose edhe biznes. Pano apo e ka si ekonomist. Duhet të jetë sinqert, pra praktikisht edhe pse ne në aspektin patriotik ne jemi duke ndihmuar trevat tona, trevat shqiptare në Maqedoni, praktikisht jemi duke dhënë një ndihmë edhe shtetit Maqedonas, në këtë rast apo shtetit Malazes apo edhe shtetit serb në rastin e krahinave. Por natyrisht që do duhet që bashkërendimi ekonomik të jetë ajo që do duhet shohim. Shiko, ne kemi të njëjtë ardhmë të qartë. Tiku e thot qartë, e ardhmja jon është nga Adriatiku, andej, nga Europa. Pra, e ardhmja jon është drejt atij modeli, stili jete, i cili na ka bërë të ndërojmë për gjatë gjithë këtyre viteve, apo jo, që është Bashkimi Evropian. Dhe natyrisht ne do duam që të shkojmë aty të përgatitur. Sepse praktikisht çfarë ka ndodhur është që shpesh shumë shtete, ato që janë integruar së fundmi në Bashkimin Evropian, kanë rënë në grackën e të futurit në një treg, në një luftë të ashpër siç është Bashkimi Evropian, pa qenë të përgatitur. Republika e Shqipërisë është përgjegjëse që trevat shqiptare të jenë të përgatitura për këtë pikë. Në moment që futen në tregun e përbashkët evropian, në moment që bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, me qëllim që të përballojnë sa më mirë të jetë mundur të gjithë fluksin që do të vinë nga Bashkimi Evropian, i cili natyrisht do të jetë një ndihmë e madhe për ne, por natyrisht do të jetë një sfidë e madhe për ne, për ekonomitë lokale tona, kështu që praktikisht Republika e Shqipërisë do të kujdeset që shqiptarët ta kenë sa më të lehtë tranzicionin nga një vend sovran në një vend quasi sovran, siç janë vendet e Bashkimit Evropian. Me të vërtet jeni të dy këtu dhe kemi ndoshta 1 orë gjysmë ose 2 orë do të jetë pak për të diskutuar gjithë zhvillimet. Folëm shumë rreth asaj që është në Maqedoni, Shqipëri, raportin që duhet ta kenë dhe që nuk e kanë pasur qeveritë e Shqipërisë për shqiptarët, por për në fund mos t'i lëshoj pa marrë një përgjigje rreth konkretisht procesit atje që pritet ndodh edhe asaj që e presin tani shqiptarët jashtë kufive, sidomos. Sa mandate do marrë Lëvizja? Shiko, nëse më pyet sa unë e ndjeki si strugan, e them tani me kreari, ndjeki shumë nga më afër, po me hyrë tani shumë pyetje detaje, s'do kemi kohë. Shiko, për mënyrën se si tranzicioni shqiptar është zvarritur, do duhet që klasa aktuale politike në Shqipëri të ndëshkohet me një plebishit të madh duke e rrëzuar totalisht. Por në kushtet e real politikës, ku njerëzit kanë haue, kërcënohen te puna, kërcënohen me licenca, me radhë, korruptohet një pjesë e shoqërisë se blihen votat, sigurisht që procesi bëhet pak më i vështirë dhe kërkon pak më shumë sforcë. Jo i pamundur, absolutisht.
Ne ndaj themi, si fillim do ta çajmë sistemin dhe do ta çajmë me një numër të konsiderueshëm mandatesh. Ne besojmë fort që momenti është tani dhe ajo që do të ndodhë në Republikën e Shqipërisë është asnjë prej palëve nuk do ta bëjë dot qeverinë. Ne do ta çojmë vendin në zgjedhjet parakohshme për të zhbërë parat me të cilat blien vota, për të çliruar administratën nga kapja që pushteti i ka bërë për ta detyruar për votë me kërcënim dhe për të hequr fuqinë të fortëve të cilët sot janë të njësuar me pushtetin. Për këtë arsye, mandatet që ne do të marrim do të jenë mandatet që për herë të parë do ta çojnë Republikën e Shqipërisë në zgjedhjet parakohshme për të bërë për herë të parë një palë zgjedhje të lira dhe demokratike. Mandej do të zbatohet vullneti i popullit. Përshtypja juaj? Në këtë pikë foli kryetari, unë jam nën kryetari, kështu që Nismë demokratike, ndoshta mund të keni një ndërtim më ndryshe. Me apo ju pyes pyetje tjetër më konkret. Numër mandatesh sa do të duhet të keni përvarësisht që të mund të realizoni gjithë këto hapa që i tha Adrian? Shiko, unë më tepër se sa numër mandatesh, unë kam përshtypjen e njerëzve që do të na mbështesin e sa pjesë e popullsisë do të na mbështesin. Në rregull, sa përqind të vota? 300.000 në kuti. Ne kemi një slogan që e quajmë 300.000 në kuti. Në kuti, okay. Dhe 300.000 vota janë ato që ne synojmë të marrim në këtë. Me sa vota del një deputet aty? Tani varet nga zonat, nis me 9.000 deri në 13.000, varet nga zonat. Po varet nga mund të 30 deputet, 35 i llogarisë. Varet se unë jam ekonomist i mirë, është ndarë në zona elektorale, po. Duhet kuptojmë sepse shiko, sistemi nuk çahet me numër mandatesh, çahet me pjesëmarrje popullore. Pra, kur ti të votojnë 300.000 vet, aty është fryma, nuk ka rëndësi, ndoshta do janë pak mandate krahasuar me 140 që ka parlamenti, po 300.000 njerëz se kuptojnë që këtu ka një frymë, është një top bore, një orë tek që po nis. Kështu që unë më tepër i kushtoj vëmendje asaj prandaj. Me vërtet, mendoj edhe juve tani u afrohet koha e takimit tjetër, për në fund, një porosi për gjithë shqiptarët që na ndjekin, për të gjithë shqiptarët. Për shqiptarët e trevave kam vetëm një mesazh. Unë e kuptoj që edhe jeni të ligështuar një pjesë me Shqipërinë Am, ndoshta edhe të zhgënjyer në vite të tëra, po ju lutem mos e prishni zemrën. Pas natës më të thellë vjen gjithmonë një mëngjes i ri, një diell i ri. Për këtë arsye forca, ditë të mira do vinë për Shqipërinë tonë, edhe ditë shumë më të mira do të vinë për trevat, do të ndryshohet totalisht marrëdhënia që kemi pas deri më sot. Dhe duajini Shqipërinë sepse është amaneti i të parëve. Mbetëm me thonë vetëm amen. Dhe unë vetëm për kohën se e di që ju shkaktua pak më shumë stres për t'i arritur për ta plotësuar gjithë agjendën. Uroj që të keni sukses në zgjedhje, uroj që t'ju shohim sa më shpesh, jo vetëm në Shkup, por edhe në qytete të tjera të Maqedonisë së Veriut dhe shpresoj që të shihemi në ditë më të mira. Patjetër, kënaqësi do të jesh. Faleminderit edhe një herë. Ndërsa ju shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët bashkë shihemi në Pik Podcastin e radhës.